Shëllit, po që ndërëm, ndërëm për kohën që ndodhën ne dhe xhamatëve që kanë filluar me orë për falën e akşamit, iftarit të vazhda pru, a bën një mesazh për fund dhe falenderoj. Jeta është shumë e shkurtër, ta forcojmë lidhjen me Zotin sepse ai e meriton që ne të mbajmë lidhjet me të dhe ta ndëgjojmë maksimalisht, sepse askush më shumë se Zoti nuk e meriton të ndëgjohet dhe askush përveç Zotit nuk e meriton të adhurohet. Të shtojmë veprat e mira, të bëjmë sabër maksimalisht, nga se Zoti don shumë durimtarët dhe ka përgatitur pikërisht edhe xhenetin për durimtarët. Dhe lutim Zotin që nëpërmjet këtij agjerimi që po e bëjmë, të bën Zoti shkak që të hyjmë në xhenet nga dera Rayyan. Po Allah shpëleft, falenderoj, lutem Allahun xhalla shanahu që t'ju jap të mira shëndet juve, familjet dhe gjithë ata të cilët po kontribuojnë për këto aktivitete të juaja edhe për iftarët që po i shtrojnë në këtë xhami. Iftarët e këndshëm, faleminderit shumë. Selam aleikum. Shpërblet punë të mira. Selam aleikum. Aleikum selam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pra të dashur miqtë e mi, ishim tek xhamia profesor doktor Bedrik Hamiri, ku është imam Labinat Efendi Maliqi. Morëm një intervistë nga hoxha dhe falë namazin e akşamit, bënëm iftar, lutim Allahun e madhreshëm që të shpërbej hoxhën, xhamatin dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret, të shpërbej për ibadetet që i bajnë gjatë këtij muaji të shenjtë agjerimit. Lutim Allahun e madhreshëm që ky Ramazan të jetë një reflektim për gjithë muslimanët anë botës kudo që janë, që të jenë të dashur, të bashkuar e të afrohem qysh janë Ramazan edhe jashtë Ramazanave. Deri në misionet e radhës, mirëmbeshje, paqe dhe selamet për juve.